Gazetari Agustin Palokaj, duke folur për protestat në Serbi dhe mbështetjen që Aleksandar Vučić gëzon arenën ndërkombëtare, tha se edhe në tërësi Bashkimi Evropian nuk po prononcohet. Vučić e di se ka mbështetje nga jashtë, prandaj dhe përmend rrezikun nga jashtë duke e ditur se nuk do të ketë pasoja për propagandën që bën. Është e pakuptim pse hesht sidomos Bashkimi Evropian. Nga BE-ja prononcohen me përgjigje të përgjithësuara, me thirrje për dialog vetëm kur u bën pyetje. Mbështetja për Vučić nga BE-ja ka qenë aq e madhe sa që nganjëherë disa liderë europian këtë e kanë shndruar në admirim. Një ish president i Këshillit Evropian aq shumë e pati lavdëruar Vučićin sa që punën e tij e kishte krahasuar me atë të shkencëtarit Nikola Tesla dhe efikasitetin e tenistit serb kampionit të botës Novak Djokovic, deklaroi Palokaj duke theksuar se mbështetësit e Aleksandar Vučićit në Bashkimin Evropian janë shumë të fuqishëm. Ata janë dhe nga vendet anëtare të BE-s, por dhe zyrtar në institucionet e Unionit, si për shembull Ursula von der Leyen. BE-ja e ka partner pushtetin në Serbi, e përgëdhel atë dhe nuk mbështet protestuesit. Kjo mund të ketë qenë dhe arsyeja pse në protestat në Serbi nuk ka patur flamuj të Bashkimit Evropian. Po të kishte Vučić do t'i akuzonte se punojnë kundër vendit të tyre. Por në anën tjetër, ato që kërkojnë protestuesit janë pak a shumë të njëjtat gjëra që kërkon dhe BE-ja: demokraci, llogaridhënie, pavarësi të administratës publike dhe pavarësi të sistemit gjyqësor, transparencë në përdorimin e paras publike. Prandaj është ironike se si BE-ja dhe pjesa tjetër e Bashkisë Ndërkombëtare vazhdon ta mbështesë Vučićin, por prap në këtë moment nuk mund të pritet që protestat e studentëve ta rrëzojnë presidentin serb. Studentët nuk marrin pjesë në zgjedhje si subjekt politik. Ata nuk duan që opozita tu bashkohet, kurse opozita ka problem se është shumë heterogjene. Në mesin e tyre ka edhe pro-europian dhe nacionalist dhe nga ata që duan të rrëzojnë Vučićin sepse sipas tyre e ka shitur Kosovën. Në këto kushte Vučić është i goditur nga protestat më shumë se kurdo më parë, por është akoma herët që të thuhet se pushteti i tij po bie, ka potencuar analisti dhe gazetari Palokaj. Ne me kaq shpëmbyllim të nderuar teleshikues, bashkëhemi sërish nesër me tjera zhvillime.